Një ngjarje e rëndë, sikurse thash dhe pak më përpara, por ditën e sotme jo vetëm Euronews Albania, por të gjitha kanalet kanë transmetuar momente nga homazhet e mbajtura ku gjithkush që kishte një kujtim me të vendosi që shkonte ta përcillte të jepte atij lamtumirën e fundit. Do kem mundësi që së bashku me kolegen time në Maqedoninë e Veriut, Ferikan Iliazi, të ndajmë disa minuta për të kuptuar apo për të na dhënë një panoramë të së gjithës. Ferikan, të përshëndes. Faleminderit për kohën. Është një ngjarje e rëndë dhe me sa ka marrë dhe informacion, ditën e nesërme, dita e hënë do të jetë dhe ditë zie në komunën e Tetovës apo jo, po ta jap fjalën ty të na japësh disa detaje, një përmbledhje nëse është e mundur nga homazhet e ditës së sotme që u mbajtën në nder të këngëtarit Shpat Kasapi. Sigurisht një ngjarje që ka trondit jo vetëm Maqedoninë e Veriut, apo ata që thuaj se ndoshta në përditshmëri e kanë parë Shpat Kasapin edhe jashtë skenës muzikore, por edhe për gjithë ata shqiptarë të cilët e kanë ndjekur karrierën e tij, muzikën e tij gjatë gjithë këtyre viteve. Pra për shkak se e dim se që shumë i ri ka filluar karrierën dhe fatkeqësisht tani në një moshë shumë të re u nda nga jeta dhe dije që edhe pikërisht edhe për këtë shkak edhe lajmi ka qenë shumë më tronditës se i ka shtuar edhe më tepër një dhimbje që veç më e kishin ndjerë thuajse gjithë shqiptaria. Do e filloj nga dita e zijes, e cila është si informacioni i fundit që komuna e Tetovës ka vendosur që në nder të Shpat Kasapit të shpallë ditë zije ditën e nesërme, pra ditën e hënë, dhe në këtë mënyrë institucionet publike faktikisht do duhet që t'i ulin flamujt e tyre në gjysmështizë dhe gjitha aktivitetet festive ose aktivitetet e tjera kulturore që mund të kenë qenë të planifikuara prej më herët do duhet të pezullohen, të anullohen apo të shtyen për ndonjë ditë tjetër për shkak se ligjërisht edhe në aspekt edhe njerëzor nuk do të ishte mirë që të organizohen dhe pastaj gjatë ditës apo afër 5 orë kam ndjekur gjithë ceremoninë fillimisht të homazheve, pastaj edhe të varrimit dhe shumë shpesh ja thosha vetes se nuk është e lehtë të ndjekësh momente të tilla dhe fatkeqësisht gazetaria e ka këtë anë negative që gjithmonë je në rend të parë qoftë për të mirë qoftë për të keq. Dhe pavarësisht se gjithë njerëzit mund ndoshta ndonjëherë dhe të na perceptojnë më ndryshe, jemi njerëz të cilët e përjetojmë edhe dhimbjen edhe gëzimin njëjtë sikurse edhe gjithë të tjerë. Dhe besoj që edhe kjo se shumë ngjarje të tjera negative që kanë përcjell gjatë karrierës ka qenë po ashtu e rëndë nga orët e para të mëngjesit apo edhe pse ishte parashikuar që në orën 11 të fillojnë